dhe shoqatës Ardhmëria ju uroj gëzuar 4 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Independence Day. Kosova, 17 shkurt në 2008. Të nderuar bashkëpunëtorë, me lejoni që ne jemi tim dhe të gjithë të shoqatave të Forumit të Shqiptar në Britaninë e Madhe, të uroj gëzuar për vjetorin e pavarësisë. Kam nderin edhe privilegjin që në emër të Ministrisë së Diasporës, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, që uroj për 2 ngjarje më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Shtetas të Republikës së Kosovës, të Shqipërisë, shqiptarë me të gjitha viseve, miq të shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Dashur bashkëpunëtor, është kënaqësi shumë e veçantë që në rastin e 4 vjetorit të shpalljes pavarësisë së Republikës së Kosovës, të kemi mundësi të përshëndesim si përfaqësuesi zyrtare e Shqipërisë këtu në Londër. It's a real pleasure to be here for the 4th anniversary of the Declaration of Kosovan Independence. Good evening, Mr. Ambassador, distinguished guests, ladies and gentlemen, mothers and fathers, teachers, children, all of you, welcome here to Hammersmith and Fulham to celebrate this really important day, your Independence Day. Mr. Ambassador, Member of Parliament, distinguished guests, mayors, good evening everybody and Assalamu Alaikum. Kam kënaqësinë që t'ju uroj nga zemra gëzuar pavarësinë e Republikës së Kosovës. Faleminderit që sot jeni prezent për të festuar për vjetorin e pavarësisë së Kosovës.